po përgjithë Shqipërinë. Tash më fal. Po kolegës. Bëja dua të më hakun tuaj me që ju kundërshtoj zoti Cakrani. Me që më vi nga Vlora dhe në fakt ndodhem në pozicion që të vështirë në bisedë sepse Unë shtroj pyetjet. Jo, jam në një pozicion të vështirë sepse shpirtërisht jam me Armandos, jemi miq, jemi të afërt, të rrim bashkë, erdhëm bashkë në Fier, po profesioni nuk më le të bëj kompromise, kështu që dua ta kundërshtoj. Në fakt ju e quajtët fitore të zgjedhjeve lokale. Unë nuk mendoj se është fitore e zgjedhjeve lokale e Partisë Demokratike, sepse ju në qakun e Vlorës nuk morët asnjë bashki. Kështu që jemi çik më të saktë në këtë aspekt. Ju mund të keni rritje nga një vit në vitin tjetër, nga një zgjedhje në zgjedhjen tjetër, por unë mendoj që nuk mund të quhet sukses zgjedhjet lokale. Shiko, unë edhe një herë përsëri edhe Evangelin dua ta kundërshtoj, nuk mund të bëjmë përcaktime për sa i përket bastioneve. Ju po thoni që Vlora është një bastion i Majtës. Për shifrat përgjithshme Ajo që mund të konfirmoj unë është që ne kemi qeverisur Bashkinë e Orikumit, e cila është nga bashkitë më të rëndësishme për sa i përket zhvillimit turizmit, po dhe gjithë rajonit duke kaluar dhe mëtej në Bregdet. Një bashki e cila lidh Vlorën me gjithë Bregdetin dhe i ka sjellë Vlorës shumë të ardhura për sa i përket turistëve të cilët janë akomodhuar në atë bashki. Gjithashtu mund të konfirmoj që ne kemi qeverisur qarkun, kemi pasur drejtimin e qarkut Vlorës dhe vazhdojmë ta kemi drejtimin e qarkut Vlorës. Për sa i përket bashkisë Vlorës, mund t'ju them që neve kemi një rritje frekuente të votave në bashkinë e Vlorës dhe besoj që në të ardhmen do të kemi surpriza të tjera të cilat